أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أما بعد gjithë hamdi, falenderimet dhe lavdia I takon të madhit Allah të baraka wa ta'ala, salat dhe selam I dërgojmë të dashurit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun të baraka wa ta'ala që edhe ky takim I radhës tjetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë të shpëtum e faqebardh, inshallah ta'ala nesër në takimin ton me Allahun kur do të dalim në ditën e gjykimit. Ky takimi ynë I dytë me radhë me një libër jashtëzakonisht të dobishëm dhe të rëndësishëm për çdo musliman, një libër I cili afërsisht para 800 viteve është shkruar prej një dietarit dhe një prej ulemave shumë të mëdhej të fesë islame, Imam Neveviut rahimahullah. Dhe aq shumë Allahu I ka jap bereqet këtij libri, saqë për 8 shekuj në vazhdimsi ky libër që është një përmbledhje e afërsisht më pak se 2000 hadithe të pejgamberit alayhis salam, është një vepër që dëshmon se autori I këtij libri ka qenë I sinqert me Allahun te baraka wa taala dhe Allahu I ka jap bereqet. Por jo vetëm që ky libër është lexuar për 8 shekuj gjithandej xhamive në mbar botën islame, por ky është një libër që në gjuhë të tjera të botës, jashtë gjuhës arabe, ndoshta pas Kur'anit famlart, është libri më I përkthym në të gjitha gjuhët e botës ku ka musliman në të 4 anët e globit. Riyadus Salihin. Kemi fillu javën që kaloj me kapitullin e parë, I cili ka të bëjë me sinqeritetin. Dhe ju e dini, kjo nuk është hera e parë, jam shumë I sigurt që ju të gjithë e dini, sa rëndësi të madhe jetike, rëndësi jetike, që një vepër e jona të pranohet tek Allahu e të shpërblehemi. Një prej kushteve themelore është sinqeriteti. Që një vepër, një punë, një angazhim, një përpjekje më u kry për hatër të Zotit te baraka wa taala. Jo ndonjë motiv tjetër. I kemi përmend 5 hadithet e para, sonte I kemi edhe 6 hadithe dhe përmbyllet ky kapitull. Ju kemi thonë, nuk e ideja ne të majmë ligjërata akademike e të zgjerohemi në komentimet e ulemave, po ideja është me u ndal në disa stacione që janë të rëndësishme për gjithë ne. Hadithi I 6 me radhë e transmeton Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqasi, Saadi është një prej aty në 10 shokëve të pejgamberit alayhis salam që pejgamberi I ka përgëzuar për zgjallit që janë xhenetli. Allahu akbar. Për aty në 10 shokëve të pejgamberit që duke qenë gjallë, pejgamberi ju ka thonë myshde për hajër ju kop xheneti. Saadi e tregon këtë ngjarje. Thot isha I shtrir në shtratin e vdekjes. E kuptova që është afru koha e vdekjes afër. Kërkova me ardh pejgamberi alayhis salam me më taku. Shkon pejgamberi alayhis salam e viziton I shtrir në shtratin e vdekjes, I thot ja Rasul Allah, unë jam një njeri që Allah më ka dhuru shumë pasuri, e vetëm një vajzë të vetme e kam e cila do të më trashëgon. S'ka me vëlla tjerë, as vajza tjera, as djem tjerë, gruaja I ka vdek, një vajzë e kam trashëgimtare. Jam shumë I pasur. Ja Rasul Allah, shikoni çfarë derte e ka pas ky para dekës. Ja Rasul Allah, a ka mundësi 2/3 e pasurisë time t'i lo për Allah, 1/3 t'ja lo vajzës time? Pejgamberi alayhis salam tha, jo, tha, shumë është kjo çka po do me lënë për hatër të Allahut. Atëherë Saadi I tha, ja Rasul Allah, ata ndaj pasurinë për gjysën po e lo për Allah,
gjysën pjalë vajzës. Pejgamberi alayhis salam tha, jo, tha, shumë prap. Atëherë Saadi i tha, mirë, tha, ata lën 1/3 e pasurisë për Allah, e 2/3 e pasurisë le ti trashëgon vajza. Pejgamberi alayhis salam tha, e thuluthu wa thuluthu kathir. Tha, po bën, tha, 1/3, por edhe 1/3 është shumë. Domethënë pejgamberi tash e vendosi një standard. Nëse dikush për arsye që mund t'i ketë, si Saadi apo arsye tjera, dëshiron pasurinë e tij me elon për hir të Allahut, pejgamberi ka vendosur kritere. Ai tha 2/3 për Allah, jo, tha shumë. Gjysën, tha, o shumë. 1/3, tha, bën 1/3, por edhe kjo është shumë. E tash dëgjoni pse pejgamberi alayhis salam i ka thonë pse është shumë. Se i thot kështu. Thot, nga se nëse ti trashëgimtar të tu i lën të pasur, kjo është më e mirë për ta se sa me i lën të varfër e pastaj ata me qenë nevojtar e mi u lyp njerëzve. Tash që tu është një pjesë e hadithit që lidhet me temën tonë me sinqeritetin. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Nuk ndodh ti me shpenzu, me hargju diçka në rrugt të Allahut, e që ti nuk ke qëllim tjetër, njeti yt është i sinqert për Zotin Gjelle Gjelaluhu, illa ujirta alejha, ki me marrë shpërblimin për njetin që e ki. E tash të pejgamberi ka bo një koment shumë më rëndësi për gjithë ne, sidomos na që ka janë të martum, por edhe ju që do të martoni në një të ardhme, inshallah Allah ju furnizoft me nuse e gratë hajrit e dobishme. Mas kësaj që ka thonë pejgamberi, hatta ma taj'alu fi fije imra'atek, tha, edhe ato që ka e shpenzon për me ushqy gruan tënde edhe vllatë të tu, nëse për hatër të Zotit e kryen këtë obligim, ki me marrë shpërblimin të i madhi Allah Gjelle Gjelaluhu. Allahu Akbar. Dëgjojmë një vëllazër, edhe njëherë është shumë e rëndësishme që të më nënvizu, që lidhet me temën tonë. E dëgjut historien, Saadi në pra dekes, shumë pasuri, sa me ilon, vajzës, sa me ilon për Allah, e kuptum. Në fund pejgamberi alayhis salam i tha, o Saad, çdo gjë që ti shpenzon, çdo gjë që ti harxhon, çka do që ti jep në rrugën e Zotit, dhe nuk ke njetë, nuk ke qëllim, vetëm kënaqësinë të madhit Allah, jo mu lavdu, jo me t'jep dekorata, lavdata, falënderime, jo, ti veç një motiv e ki, kënaqësinë të madhit Allah, ki mu shpërbli për ato. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na dha edhe një informat shumë më rëndësi, motiv. Tha, edhe shpenzimin që e bën për gruan dhe familjen tënde, nëse e bën për hatër të Allahut, shpërblimi nuk ka me mungu. Mirë, a nuk e kemi ne obligim si të zot shtëpisë, si kujdestar, me punu, e mu angazhu, e mu lodh, e me hargju për evlatët dhe për gruan? A obligim? Obligim është. Por, e tash këta të zot të shtëpisë që lodhen ka herë, unë ka herë lodhna, nuk e di ju a lodheni, do më thonë, blejnë sabah një kese, blejnë drek një kese, blejnë akşam një kese, edhe nesër që ashtu, s'po largon ato, një javë, një muj, obligime, paguaj rymen, paguaj ujin, lyp djali pare, lyp qika pare, me blej librin, me bo këta, me pagu ata, edhe ti kur ti lodhësh, ndë njëre s'ki, sa herë lodhësh, kujtoj e këta që ka thonë pejgamberi alayhis salam, motiv, ti ke nevoj, ka thonë pejgamberi, edhe kafshatën e gojës për gruan dhe evlatët e tu, nëse e ke për hatër të Zotit njetin, nuk ka me të mungu shpërblimit. Para më doni çfarë motivi e ke për ne? Çka kemi thonë javën që kaloi kush ka qenë? Kemi thonë, mos haro edhe njëre me rëndësi, njeti i sinqert, qëllimi i pastërt, edhe gjërat e rëndomta, edhe punë që s'kan lidhje me fe, i kthen edhe i shëndron në ibadet. Gjumi o nevoj, sikur ushqimin, sikur ujin që e pim, që është domosdoshmëri për jetën tonë, edhe gjumi është domosdoshmëri, s'ki qare pa fjetë. Por ky gjumë që ti ke nevoj për to, nëse e ke njetin edhe qëllimin që ti me marë forcë dhe fuqi, me i kry obligimet e Allahut, me forcë, me fitu halalin,
me fuqi, me i shërby familjes, me i shërby fes, me i shërby vendit, vatanit, ky gjumë që ti ki flejt, ty të regjistrohet ibadet. Për dallim për ati tjetrit, kret flejnë, se s'bon pa fjeta, po? Por dikush është aq ambicioz, dikush aq shumë i mat edhe i peshon gjërat, edhe gjërat e rëndomta, edhe gjërat që s'kan fare lidhje me fe, që janë gjërat jetës, të jume, ai i shëndron ato dhe i kthen në ibadet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ky hadith është një prej atyre argumenteve që na ka mësuar këtë sen shumë të rëndësishëm. Hadithi ka edhe shumë gjëra tjera, por kjo është ajo që na neve na nevojitet me temën tonë dhe me kapitullin që e kemi rreth sinqeritetit, që është kapitulli i parë që Imam Neveviu rahimahullah e ka regjistruar këtë kapitull të rëndësishëm për veprat tona në jetën tonë. Hadithi i radhës numër 7 është hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu. Thot Abu Huraira, ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allahu nuk e shiqon trupin e juj, edhe pamjen e juj, llukun, por Allahu i shiqon zemrat e juaja dhe veprat e juaja. Edhe një herë vëllezër, ky hadith është i jashtëzakonshëm. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ju e dini sa përmendim pejgamberin alayhis salam, gjithë thuni Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Allahu nuk e shiqon trupin edhe pamjen e juj. Allahu i shiqon zemrat dhe veprat tuaja. Allahu Ekber. Vëllezër i dashur, javën që kaloi, kam kalu shumë kohë me këtë hadith. I jashtëzakonshëm. O sprov shumë e rëndë që ky hadith për gjithë ne. Po shpresoj që unë kom me ditë më koni i kuptueshëm për ju. Keni me kuptu një sen që kom me thonë shumë më rëndësi. Shumë më rëndësi është. Kur dikush jeton në një kohë dhe në një mes të njerëzve, ku ata njerëz i japin rëndësi pamjes, dukjes edhe gjërave formale, këta njerëz e kanë një kurs shumë të lirë. Kursi i këtyre njerëzve është i lirë. Këta i blejnë edhe i shesin sende të lirë. Po shprehna me çet gjuhë. Edhe njerë, kuptoj këto, se Kurani nuk na lejon neve me pas kësi ambicie. Kurani dëshiron neve me na ngrit në larg, shumë nelt. Kur dikush jeton në një rreth, në një shoqëri, në një vend, në një mentalitet, ku gjërat vlerësohen edhe shiqohen prej anës të jashtme, gjërat vlerësohen nga aspekti formal, këta e kanë ul kursin, pazari është i lirë këtu. Prandaj nuk po flasim për ne këtu që jemi. Por na jemi pjesë e realitetit tonë, shoqërisë tonë. E keni pa vllazën që shoqërinë tonë shumë herë formalitetet ndonjëherë po kanë peshë, edhe pse formalitetet nuk janë reale shumë herë. Këto, e keni pa? Rrjetet sociale. Sa njerëz postojnë në për Instagram e ku ta diune foto në duken e jashtme, kjo ana formale, ata duken të lumtur, e duken të gëzuar, e duken rahat, e duken, por ata e kanë bo një postim veç për botën. Brendio kreti diçka tjetër. Shumë pamje që i shohim ne sot nga ana virtuale, nga bota vizuale, nga bota e jashtme, i përngjan një shtëpis nga jashtë e ka fasadën e bukur, shtëpia duket e madhe, luksoze, po mrenda në shtëpi nuk hihet prej aromës keqe, prej erës të pisë, prej pislokut, prej paregullësisë, prej telasheve që janë mrenda. Nga jashtë duket bukuri, mashallah, po në brendi është faqazez. E ky hadith neve dën neve me na ngrit. Allahu nuk e shiqon trupin edhe pamjen e juaj. Ai i shkurt, ai i gat, ai i bukur, ai ma pak i bukur, ai shumë i bukur,
Nuk du këto me i nënvlerësu, se të gjitha këto e kanë vlerën edhe rëndësinë e vetë. Mirë, po vetëm sa e kanë vlerën edhe rëndësinë, jo për te rëndësisë. Por Allahu, po thot pejgamberi, i shiqen zemrat edhe veprat e juja. Vllazën, kanë thonë ulemaja, pse mas parti Allahu i ka përmend, pse ka thonë pejgamberi, Allahu fillimisht i shiqen zemrat e juja, pastaj veprat e juja. Pse nuk ka thonë Allahu i shiqen veprat e juja, pastaj zemrat e juja? Se kanë thonë ulemaja, pejgamberi ka thonë Allahu i shiqen zemrat e juja, pastaj veprat, se vepra dhe puna o rezultati zemrës. A ka ndonjë njeri i cili nuk pretendon edhe nuk ka dëshirë me thonë e kom zemrën e bardhë? Të gjithë njerëzit thonë kështu. Por kjo vesh një fjalë goje, kjo vesh një deklarat. Se me pas zemrën e bardhë, pas besimit në Allah, një puna më e madhe. Nuk ka punë më të madhe. Nuk ka punë më me vlerë me pas zemrën e bardhë. E dini ju atë burin, kur ardhë në xhamit pejgamberit në drek, që ka thonë pejgamberi sa Ebu Bekrit, Omerit, shokëve më të mëj. A në fund derës atje, në Medine, tha, a keni dëshirë me pa një njeri për gjenetlive, tha, që këj burë që po vjena për gjenetlive. A i erdhë, ullë në xhami, përfundoi takimin me pejgamberin, u çu për i xhamis. Kur kush se ngjike, kush është ai burr. Ditën e dytë, pejgamberi alayhis salam i thotë Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Alis, burrave të mëj, a doni me pa prap një banor xhenetit, qëraj që po hin atje te xhamia, çaj personi i njëjtë. Ditën e tretë, prap Hazreti Omeri tha, kush ka bërë, tash këta i mundoj kjo. A nuk i shkon për ne shumë provokative me ditë që tash që po hin një njeri për xhenetit, a? Me njerëz se cili prej neve kish pas dëshirë me pi një kafe me ta, edhe me bëni takim edhe me pyet, o vllai dashur, Allahu të nderoft, çysh arritet ti me fitu këtë grad që se cili prej neve e ka ëndër? Çka bën ti vlla? Çka programi yt? Hazreti Omeri shkojmë sheft, dol prej xhamis, e përcilli ku e ka shtëpinë. Kur e pa ku hinin në shtëpi, kur u bë akshomi natën, shkoi i trokiti nder. Tha, o i zoti shtëpis, a mbën konak? Dolaj, tha, jom prish me babën pak, tha. Më qiti baba për shtëpis. Kur kjo nuk është e vërtet, kur do? Hazreti Omeri kish dëshirë me buk një natë taj, në konak, për me pa cili është ibadeti i ti, çfarë vepra i ka ky njeri, çfarë puni ka, që pejgamberi tha, doni me pa një banor xhenetit që ecë me dy kom mbi sipërfaqe të tokës. Tha Omeri kur hina, koha namazit, mor avdes, e fali namazin, bashkë e falem namazin, ram me fjet, e koha sabat. Pejgamberi alayhis salam thot, një musafir, kur kini musafir, prej qefit, jo në kushtet jashtëzakonshme. 3 ditë kjo obligim me majt. Mas 3 ditë vej thush, u dha martë koft, i ku kry detyrën ma. Po flasim kushte normale. Kur është luft, kur është smundja, kur ka është tjetër. Po të vjen dikush, po të në musafir, po 3 ditë e kam obligim me të nderu me të majt. Mas 3 ditëve nuk pish mos vjen marrë, veç të u dha martë koft, Allah është përbleft. U kry kash, shumë ka thonë pejgamberi alayhis salam. Kur u bën 3 ditë, Hazreti Omeri e diti çka e gjen, që i tha ta ju dha martë koft. Tha çore burr, tha une të kom mashtru. Nuk kom problem me babën tëm. Por jarë 3 ditë në xhami. Dhe kur ke hi në xhami, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë atëri me pa një banor të xhenetit. Dhe unë nuk disha, nuk njikej kur kush, unë e inskenova këtë problem kinse me ardhe i mbrenda në konakin tënë, me të pa me dy sy, çka bën bre ti? Sa falesh ti, qysh falesh ti, qysh lutesh ti, qysh flen ti, çka han ti, si sillesh me familjarët? Thot, për i zot Zotit, a ka diçka tjetër që ti bën e unë s'kam pa? Mos e ki në i punë të msheft, mos e ki në i ibadet, mos e ki në i lutje. Ka thonë, vallahi, ato që i ki pa për këto dit, kur gjë tjetër s'ka ma shumë. I dëshprum, i zhgënjym Omeri, tha haj me det për mu, dul për i shpis, tha, se kuptova prap sekretin. O nis Omeri, një 20 hapa, i tha ndal. Tha nuk e di, tha, a është kjo vepër që mu më ka qunë xhenet? Tha po e kam një adet. Cili është ai adet? Çka bën ti? Tha unë natën kur bi me fjet. Kuj bërës nuk i kam, kuj zemrën s'ja kom i dhu, as kuj xhelozi si kam. Kur bi me fjet,
flej me ndërgjegje edhe me zemër të pastër e të qetë. Tha, që tha për hajtë kofta, që kjo koka jo, që na se kena me qëtona pas ke kalu ti neve. Allahu Ekber. Apo e shini vëllezër, Allahu shiqon zemrat e juja, e pastaj veprat e juja. Vepra është rezultat i zemrës. Vepra është pasqyrë e zemrës. Allahu na i pastroft, e na i pasuroft, e na i zbukuroft zemrat tona, ja Rabbel Alamin. Se kur zemrat tona pastrohen, e kullohen, e janë të qiltrëta për Allahun Gjalla wa Ala, atë dhe veprat e kemi të kullume për hatër të Allahut Gjalla Gjelaluhu. Hadithi 8 menad, është hadithi Ebu Musës, radiallahu anhu, Ebu Musë al-Ash'ari. Ka thonë pejgamberi a.s. Thot Ebu Musa, e pyten pejgamberin a.s. Tha erë një njeri, tha i thanë pejgamberit, o i dërguari Allahut, një njeri i cili lufton për trimri, një tjetër lufton për fanatizëm, që mund tjetë fanatizëm i fisit, i qytetit, i lokalitetit, i nacionalitetit, e tjerë. Tha dhe njoni, tha, lufton për me marë lavdata. Cili për këtyne treve lufton hatë në rrugë të Zotit? Cili për këtyne treve lufton në rrugë të Allahut fi sebilillah? I pari tha lufton motivi tij trimria, trim. I dyti e ka një fanatizëm. Është tifoz i diçkafit. I treti lufton sa për sy e faqe me marrë dekorata e lavdata e falenderime. Cili prej këtyne tha lufton rrugën e Allahut? Cili e ka përpjekjen e tij kaq të madhe për hatër të Zotit? Pejgamberi alayhis salam tha: "Men qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah." Tha ai i cili lufton që fjala e Allahut të jetë më e larta, ai i cili lufton që fjala e Allahut të jetë më e larta, të jetë në shërbimin e fesë, të jetë në shërbimin e të vërtetës, të jetë në shërbimin e razisë e kënaqësisë Allahut, tha kjo është rrugën e Allahut. Kjo nuk nënkupton që ti nuk mundesh me ja bashkangjit kur vatanin në rrezik me luftu për vatanin. Kjo nuk nënkupton që ti me i dal familjes edhe me rujtë nderin e familjes, e pragun e shtëpis, e pasurin, krejt to jonë. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë, kush vritet në prag shtëpis të e mbrojt shtëpin, pasunin, namuzin, çka shkon te Allahu? Shahid. A dhe si kur thojnë popullin tonë, për të shtëpis nuk kam kush kaj? Por pejgamberi alayhis salam dashte edhe një herë me vizatu qëllimin, mjetin e pastërt. Në këtë rast është përmend një vepër e cila është sfiduese, është një vepër e rëndë, lufta në rrugën e Allahut te baraka o taala. Hadithi i 9 është hadithi i Abu Bakrata al-Thaqafi radhiyallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur dy musliman me shpata luftojnë mes vete, edhe i vrami, edhe vrasësi janë zjarë xhenemit. Kur dy musliman luftojnë mes vete me shpata, e ka përmend me shpata, tash në këtë kohë me armë, edhe vriten, edhe i vrami, viktima, por edhe katili vrasësi, tha pejgamberi, tha në zjarën e xhenemit. Shokti thanë, ja Rasulallah, katili vrasësi, po e dim që është në zjarë të xhenemit, se mbyti njerin, po ky i vrami pse në xhenem? Pejgamberi sa më tha se edhe ai ka pas dëshirë, po s'ka mujt me vra shoqin, e ai e ka vra, prandaj dytë jonë. A përsheni njeti. Feja, dhe më thonë, pejgamberi alisam tregon se Allahu e shiqon qëllimin, njetin. Hadithi i 10. Thot pejgamberi alisam, hadith madhështor i Abu Hurairës radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhis salam, salatu ar-rajuli fi jama'atin, thot ai i cili e fal namazin me xhamat, ky namaz i cili falet me xhamat në xhami ka vlerë më të madhe se sa i cili falet në shtëpinë e tij apo në punën e tij. 25 herë, një transmetim 27 herë. Do të thonë sevapi me u fal me xhamat në xhami është 25 apo 27 herë, ka shpërblim më shumë se sa ai i cili falet vetëm apo ai i cili falet në vendin e punës. Po, që ka thot pejgamberi? Tash pejgamberi e tregon çysh me arrit që të shpërblim, do kushte. Thot ai i cili prej juve merr avdes
dhe e merr avdesin me lezet dhe kënaqet të e marr avdesin. Vllazën, Allahu na udhëzoft të gjithëve. Do të bëjmë kujdes vllazën. Unë e kuptoj që të gjithë neve na ka kalu marrja avdesit në shprehi. Atë kujtohet hajt pa ktheje memorien. Atë kujtohet kur ja ke nis me marr avdes herën e parë, dytën e tretën, a ke pas sa ka dale me kujdes, me një farë ndjesie, me një farë frige, mos po lën diçka mungu, po tash kur u boti që një vjet e 2, 5, 7, 10, po merr avdes. Vllazën, Allahu na falt. Vllazën, avdesi ka lezet, avdesi ka ibadet. Bismillahirrahmanirrahim. Çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nashta ndonjëherë në hoxha mirë me marr këtu një bakall edhe legenat që shkon gjyshet tona, që gjyshet e juja vjehrive ju kanë qitë me marr avdes. Një prej rregullave, majnin mend to, një prej rregullave kur u shku nusja në shtëpit burrit, e ka mësu nona vet çysh kemi qitë me marr avdes vjehrit. Se s'kemi pas atëre qeshme në për dhoma, në për njerëzit s'kan pas bunar bre, ka pas nashta 10 shtëpi ka pas një bunar, o kon premi. Bismillahirrahmanirrahim. Kur merr avdes, do të lan shuplakat e dorës deri te mbylin zyku. Kjo është veprimi i parë, mos i themi bismillah. Pejgamberi alayhis salam i ka la edhe gishtrit ndërmjet, është sinet. Me fërku mirë. Pastaj me dorën e djathtë, me shti ujë në gojë 3 herë dhe me shpërla gojen, por edhe nëse gishtin e përdor në vend brushës, kur gjo nuk ka të keqe, po kjo veç tregon jetu e përsos. Pastaj me dorën e djathtë shtin ujë në hon 3 herë dhe me dorën e majt. Do më thonë, shtin ujë në hund edhe e tërhek pak ujin, e ngre. Se nuk o ideja veç me prek hundën, Allahu drejtof, nuk o ideja me prek hundën. Po ideja është me fut ujin në hund, edhe pak e tërhek, e ngre edhe me dorën e majt me e pastru. A bën me djatën, bën, po është e urejtur o me kruh. Ulemaj i kanë shpjegu këto. Pastaj, i mbush 2 grushtat e durve edhe e lanë ftyrën. Ftyra është krejt, prej ballit sipërfaqes krejt këtu, edhe ftyra. Ata që kanë mjekër, shumë më rëndësi është me ditë me la mjekrën, se tu ta mesin pa avdes. Se pjesë e ftyrës është mjekra. Pejgamberi alayhis salatu wasallam, do ti nuk mundesh me la mjekrën vetë sipërfaqësisht. Ani ata që kanë mjekrat e gjata, ose kom shumë gjatë. Do thonë, pejgamberi alayhis salam ka bo tekhallul, i shtin gishtat tuse, edhe kjo pjesë e ftyrës, të lutem. Pastaj, dorën e djathtë e lanë mirë 4 gishta mi bryll. Dhe nuk bën me mbet as një pjesë, pastaj fërkimi i dorës o sunet i pejgamberit alayhis salam. Do veç kështu shtin dorën aty në qeshme, veç kështu dorën. Ma të lutem se ti ke shti dorën në qeshme, po atin që ka mundësi që ndonjë pjesë e dorës ka mbet e pa lagur. Me fërku dorën, është sunet i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mos haro gjithmonë 4 gishta mi bryll, mos haro. Kokës me marr apo me 2 dur edhe me fërku krejt kokën kur gjo nuk ka të keqe. Vesht, o shumë në rëndësi vesht. Jo veç mi prejk vesht. O shumë në rëndësi. Ky gishti, o shumë në rëndësi. Gishti i madh. Edhe lapra e veshit madh, po o shumë në rëndësi. Ibadet o kjo vëzër. Ibadet është kjo. Me se jenë është abdesi. O dhe për 30 sekonda me abdes. O ti mund është dhe për 20. Ta ka në ndikush për 20, për për abdes është kaj. Pastaj edhe kur e lajmë këmbën e djathtë edhe të majtën, do të jemi prandaj pejgamberi tha, kur dikush për juve merr avdes e përsos avdesin, e merr avdesin me gjitha rregullat edhe konditat e saj, thumma atal masjid, pastaj dashuria dhe mjeti e çon këtë njeri me shku në xhami. Nuk ka qëllim tjetër, veç me fal namazin, që to 27 sevape. La yuridu illa as-salah. Nuk ka qëllim tjetër ai. Mjeti i tij është veç namazi. Qërë, edhe 20 minuta ku ka e zoni. A din qka, unë huj me shku shpejt, du mi blet do drëza, rrugë është aty për i pe fali, a këshomin e, mirë bleva drëza të fali, a këshomin e. Mos e përlyn jetin,
Ti mundesh me ble rrugë se me marrë me kry çfarë do lloj obligimi, po kje kujdes njetin, se tha pejgamberi alayhis salam, ky njeri që ka dalë me fal namazin në xhami, nuk e ka nxirr pe shtëpis këto, asnjë çon. E bën një hap, Allahu dhul Jalal e ngrit një grad. E bën një hap tjetër, Allahu ja shtyn një gjuna. Hatta yadkhul al-masjid. Ky proces, një hap ngritet një gradë jota, një hap një gjuna të shlyt, derisa të mrin në xhami. Fa idha dakhala al-masjid kana fi as-salah. Momentin kur në xhami, aty do ngritet kohë namazi. Pavarësisht a ka filluar namazi as ka. Edhe derisa të rihin në xhami, na e falem namazin, e falem akshomin, tani purim, po mësoj. Fen Allah, kjo kona konsiderohet me njetin namaz. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, thot edhe Allahu dërgon melek special, sa kohën ju të qëndrun në xhami, ata lutën për ju, edhe thojnë Allahu marhamhu, Allahu maghfir lahu, Allahu matub alayhi, o Allah, këta që janë këtu në xhami, në shtëpinë tënde, mëshiroj, fali, pranoj pendimin e tyre. Ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdath fihi, me dy kushte, ai që si bën dikuj keq, a që s'bën në i të lasha, në i qeder, se dhe në xhami mu i bot qederi. Kërkoj falje, kjo nuk është për ju, po kalzoj, që shbune, a bën dikush në xhami shera, që shban, që rëkësheri. TikTok të gjithë shka del. Je të këtu Kur'an, si të kryet 2 minuta Kur'ani dhe një shka tjetër, bën e qeder. A kuptojnë, në vëllën pranë ka dhe pina me e zanë. Deri sa a i të rinë në xhami në qatë ko, o falë namazi, o kry namazi, qëndron, ati i registrot ajo ko namaz, me laqet lutën dhe thojnë, o Allah më shiroje, o Allah fale, o Allah pranoj pendimin, me një kusht që ky njeri nuk ka bona i qeder, nuk ka bona të keqe, apo Allah në rujt, nuk e ka dëmtu dikan në asnjë formë. E kemi edhe hadithin tjetër, edhe 2 hadithi kemi dhe e përmbyllim, hadithi i Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhuma, ku ka thonë pejgamberi alayhis salam, e keni dëgjuar këtë hadith, Allahu ka caktuar dhe ka regjistruar të mira dhe të këqijat, ai i cili ka dëshirë me bën një të mirë, ati që i hin mendja, ai që e ka njetin me bën një të mirë, po nuk e bën, Allahu nuk e lën pa një sevap, Allahu ja regjistron një të mirë. Një njeri i cili e ka pas njetin edhe dëshirën me bën një të mirë, po që për një arsye nuk mujti me bëhet mirë, Allahu të jap një shpërblim. Por ai i cili e bën të mirën, Allahu shpërblen një të mirë me 10 të mira. Dhe ky hadith është i jashtëzakonshëm, dhe pastaj shpërblimi te Allahu fillon me të pagu me 10. Dikon 100, dikon 700, dikon pa kufi. Varësisht për njetit. Varësisht për njetit. Dhe hadithi i fundit të vëllezër sonte, është një hadith i bukur, është i gjatë, po mundona për një 5 minuta, se na nuk e zgjatim më shumë se 40 minuta maksimum, 33 minuta e bo. Është hadith i bukur, jashtëzakonisht e transmeton Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma, i cili ka dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wassalam duke treguar një ngjarje që ka ndodhur 3 personave nga popujt e kaluar. Kanë qenë 3 persona në popujt e kaluar. Si rrjedhoj e një motit vështirë, shi, erë, ata e njëhin e një shpel, mu stregu, dhe i sa të ndalet shil, vërshimet të mdhaja, jënë bloku prej kërshave, prej gurve, prej shil, prej dhell, prej zalit, ku ta diune, që ka ndodhë, jënë bloku në shpel. Dhe e kanë pa vdekjen me sy. S'ka ditë kush për ta haber, nuk ka ditë kur kush që këta e në bloku, ato ju ka mbet vetëm Allah. Dhe kanë thonë, i kanë thonë 3 shoqit. Hajde po e lusim Allahun se cili prej neve me nga një vepër të mirë që kemi bërë për hatër të Zotit xhelle xhelaluhu. Nëse çdo njëri prej neve gjatë jetës ti e ka bëni punë për hatër të Zotit, Allah ndoshta ka më na pranua vepër të mirë, e ajo vepër e mirë ka më u bë ndërmjetësim, Allah ka më na shpëtu. A mundesh me imagjinu çfarë sfidë kon kjo? Më kon ti vetë i treti, edhe me të ndodh ty kjo bela, pe për të vdekje. Nuk ka kush me nga për ty, s'ka kush me të dalë ndim, s'ka kur kush informat çka të ka ndodhur.
arma e vetme janë se cili me lutë Allahun me gani lutje, nëse keni vepër të sinqertë Allahu që ke bërë. I pari tha kështu. Po i thot shokëve, thot e kom pas babën në nonën gjallë, pleq. Thot, nuk kam jetu një shtëpi me ta, po kam jetu afër me ta. Jom kon çoban, kom pas dhenë. Çdo herë kur jam ardhur në akşam, masi kam mjel dhenë të mia, mas parti më shkuj kom jap nanës dhe babës me pi qumsht, pastaj jam ardhur te gruaja te evlat, kanë pi qumsht. Thot po mirë po një natë, u vanova, nuk shkova në kohën edhe orarin që prindët e mi më kanë prit. Shkova u ktheva me vonesë, deri sa i rahatova dhënt, deri sa i mjela dhënt, kur shkova me qumsht, si çdo herë, mas parti prindët e mi me pi qumsht, e pastaj më kthy te evlat, nana dhe baba i kishin thënë gjumi. Atë natë, po i thot shokëve, atë natë vendosa për hatër të Allahut, pastaj respekt ndaj prindve, mos me u prish gjumin. Thash do të ri tër natën në këmbë para prindve të mi, nëse ju del gjumi më jep me pi, a tha e disha që evlat të mi edhe gruaja mia me po mpresin aty. Kanë me vetë tër natën u ritën. Deri në mëngjes Allah sprovoi nona e baba nuk u zgjun. Kur u zgjun, ju kërkoj falje, ju tregoj arsye, i tregoj se s'ka shku te evlat, tha ja Allah, nëse këtë vepër e kom bo për hatër tëndin, në shaj respekti për prindët e mi, që ti ja Rabbi na ke mësu me ndëru nanën dhe babën, mu kujdes për ta, ja Rabbi na shpëto, ja Rabbi na dhuro selamet e shpëtim. Thot deri sa e më kun të ju lutë Allahun, ka lëviz do gurë. Vjen i dyti, la ilaha illallah. I dyti thot, e kom pas një kusherink, femen, ky i shkon një farë me nderë para ju një farë kurvari, pasunik. Tha e kom pas një kusherink, i më kun i dashurum fort masaj. Edhe kisha qef me pas intimitet me kusherinken time. Por kur nuk më lejoj kja e ndeshme, thot kaloj një kohë, erë në shtëpin time, e kish godit s'komja varfria, ato dhe familjen e saj, tham erë, më kërkoj bërç. Tha i thash unë t'i fali paret, por ti e din që ka ko që une ti e gjahu jem, ka ko që e gjahu jem. Tha e detyrume pranoj ato që s'pranohet dhe që nuk e pranon një grua ndershme. Thot dhe kur u bona me nderë para juve kërkoj njës, thot si kur ka në hadith, thot kur u bona gati me i ra sipër, tha dhe njërën tha, frigoju Allahut e mos e bon këtë pun e cila nuk takon ty, tut ju Allah. Tha në ato momente, Allahu ma ka këthjel mendjen, edhe më lërgu prej saj, se kom prejk, ja kom ja parët, i kom shko. Tash ke po i thot Allahu, po i drejtojt. Ja Allah, nëse këtë punë, në këtë moment, e kom lënë për hatër tëndin, për hatër të Zotit, madhnisë Zotit, frikës në ti, ja Rabbi na shpëto. Tha lëvizin prap ato gurë, ato kërsha, por jo me dalë. Mbeti i treti. Dështoj i treti, dështoj krejt. I treti, tha, kom pas do punëtor, kom pas do argat. Një ditë kisha nevoj me pas edhe një punëtor. Tha, kur u bo gjysa e ditës, e pashtis po kryen punë të punëtor që i ka marë, në gjysë ditës shkare merë një punëtor. Kur kryet dita, e kryen orarin e punës, i pagun të gjithë, po këtë që i ka marë diku në gjysë ditës, ti e jetë gjysë pagese. A i thot, pse po ma pagun gjysë pagese? Këta i paguve me normë të plotë. Këj thot, po në ty të ko marë për gjysë ditës. Thot, o ki me ma pagu normën e plotë, unë si marë paret. A unë i thash, nuk ka ha këtë. Tha, mi gjujt i paret, si marë paret. Doj për i shpisë. Tha, unë ato pare nuk i mora. Gjysën e normës.
Tha i mora ato pare dhe i investova në biznis. Paret e ti i investova në biznis. Kalun shumë vite. Allahu e din. Tha një dit erë, tha 21, tha. Më tha, apo më një? Nuk po të një. Tha, unë jam, tha ai, tha, para sa viteve që më ke marë në gjys dite, e kemi pas mos marrveshjen, apo ma jep qatë hakun tem qatë gjys norme? Tha, po, tha, hakyt është. Tha, këshyrë në qëtë kra qëtu, apo i këshyrë që ato dhenë, tha që ato e në tujat. Edhe këshyrë në këtë kra tjetër, do në për do vi që ato dhe këtë e në tujat. Tha, o robi Allahut, mos të talë me mu, mos vaj gare, për e zetë zotit. Unë jam bo miftaq, ama qatë gjys dite. A vallahi, tha, nuk po talër. Me që ato parët e tua i kom marë, i kom fut biznis, aksione, gjuhët do. Mere, tha, ja rabbi, nëse këtë punë e kom bo për hatër tëndin, në shpeta. Tha, në farijat i sakhra, fa kharaju, jëmshun, Allahu i shpetaj edhe dollën për i sa i shpetaj. Hadith është i vërtet, e transmeton Bukhariu dhe Muslimi. Po të vërtet kjo hadith është i jashtëzakonshëm, nuk ka nevojë për koment më të gjatë. Shiçani do të thotë 3 momente, 3 vepra të dashura për Allahun, 3 vepra për hatër të Zotit, por këto vepra nëse nuk kishin qenë të mbuluara dhe të kapërthyme me sinqeritetin për hatër të Madhit Zot xhallahu ala, këta kishin me mbet të vdekur. Prandaj këto hadithe që i përmendëm të gjitha sonte, neve na mësojnë një mësim shumë të madh. Ato që na kanë mësuar dhe para kësaj jave, veprat tona duhet të bëhen për hatër të Madhit Allah xhallahu ala. Po e përmbylli, vllazë të mi të dashur, dita e Kiametit është ditë e gjatë. Dita e Kiametit zgjat 50.000 vite në llogarinë e Allahut. Para Allahut në ditën e Kiametit të gjithë do të dalim me shpirtat edhe me zemrat tona dhe me punët tona të mira të liga udhu billah. Ajo e cila do të na ndihmon dhe do të na shpëton me mirësinë dhe rahmetin e Allahut është sinqeriteti. Sinqeriteti vallahi. Ato që i bëjmë për Allah, dhe kanë thënë ulemaja, kjo fjalia e fundit, është mirë se cili prej neve me pas një vepër që askush se din, as gruaja as vlat, është mirë se cili me pas ka një sekret mes tije mes Allahut. Sa është më rëndësi? Le të jetë një punë e vogël në syrin e njerëzve, po ato është vetëm mes tije mes Allahut. Edhe kur del para Allahut ti bashkë me mua, ke me pas shpresë që atë vepër që u kon sekret mes tije mes Allahut, ajo ka më të gjindë nesër në ditën e Kiametit, ku as familja, as pasuria, as autoriteti, as detyra, as pozita, asgjë nuk të bën dobi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Thot Allah në Kur'an, atë ditë kur nuk të bën dobi pasuria as vlat, vetëm ai që takon Allahun me zemër të shëndosh, zemër të bardhë. Allahu na i bëj zemrat e pastërta ya Rabbi. Allahu na i bëj zemrat tona plot iman e dashuri e frikë respekt ndaj Allahut te barekuhu te ala. Allahu ju shpërblet, wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala Muhammad.